SPAK ka dërguar për gjykimi ish zëvendës kryeministrin Arben Ahmetaj dhe 10 persona të tjerë lidhur me dosjen e inceneratorit të Elbasanit. Ahmetaj akuzohet për korrupsion pasiv në 9 raste, fshehje dhe mosdeklarim pasurie në 15 raste, si dhe pastrim parash. Ai dyshohet se ka përfituar rreth 700.000 euro nga sipërmarrësit Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri përmes faturave fiktive dhe transaksionesh të stimuluara. Sipas hetimeve, Ahmetaj dyshohet se ka favorizuar biznesmenët për të fituar kontrata për inceneratorët e Fierit, Tiranës dhe Elbasanit. Të njëjtat akuza për korrupsion rëndojnë edhe mbi Zoton dhe Mërtirin. Ahmetaj dyshohet gjithashtu për deklarim të rrem të vilës së tij në Green Coast Palace, duke fshehur burimin dhe pronësinë e saj. Në dosje përfshihen edhe bashkëshortja Ariola Hoxha dhe ish bashkëshortja Albina Mançka, të cilat dyshohen për fshehje të parave dhe mosdeklarim të burimeve të pasurisë. Megjithatë, vetë Ahmetaj i ka mohuar këto akuza nga Foltorja e Kuvendit të Shqipërisë 3 vite më parë, duke i cilësuar të pavarteta dhe akuzat për zhdukjen e 430 milion eurove nga 3 inceneratorët. Ish zëvendës kryeministri është shpallur në kërkim ndërkombëtar që prej 24 korrikut 2023. Në qershor të vitit 2025, gjykata e apelit la në fuqi sekuestrimin e pasurive të tij, përfshirë apartament, depozit dhe llogari bankare, pavarësisht ankimit të avokatëve. Afera inceneratorëve në Tiranë, Fier dhe Elbasan u ka kushtuar taksapaguesve shqiptar rreth 150 milion euro.